në politikë, jemi njerëz që jemi mishe, kocka. Shenjë që do nis lufta brenda llojit apo jo? Pa prit, ja përgjigjen, do 2 përgjigje në një fjali, se ose 3, më mirë akoma. Po mundem se është ngërçi i kohës, i ardhjes, shkaku dhe pasojës njëri pas tjetrit. Jap të parën dhe pastaj. Pra në politikë jemi mishe, kocka, mendje dhe zemër. Kemi dhe emocione. Në momente të caktuara edhe unë mund të jem shumë emocional dhe mund të bëj deklarata të papërputhshme me arsyetimin. Nëse i qëndron, çdo njeri pastaj zgjedh në politikë ta bëjë me emocion politikën dhe janë njerëz të sinqert, nuk ka asnjë gjë të keqe. Disa tjerë zgjedhin ta bëjnë me më shumë arsyetim se sa emocion. Këto janë profilet e njerëzve dhe unë nuk shoh gjë të keqe pse u tha dhe pse ka nis lufta. Jo më, kjo tregon që në PD ke një opinion dhe e thua, a ndodh kjo në PS? Pse u dërgua një SMS nga Rama të gjithë dhe asnjë mos bëj ankimim dhe gjithë u tulatën? Pse s'të bën ty kjo përshtypje dhe që ky është problemi kryesor i vënies në rresht? Po që s'bën përshtypje mua, po unë jam. Diçka do të thotë që në PD paska në rresht, paska dhe njerëz që thonë mendimin e tyre. Paska dhe njerëz që i rrinë në distancë PD-s për arsyet që ata i mendojnë që i kanë të arsyeshme dhe japin opinion për PD-n dhe ne konsiderojmë opinionin e tyre. Ti do i argumentosh dhe do i frymëzosh këto për t'i dhënë të drejtë vetes, po ti se je profesor, kështu që normal. S'ka lidhje kjo, jam profesor. Normal që e qëndis fjalën. Jo, më mandaj mirë, jam profesor apo politikan, se tash Të dyja. Atëherë unë si të kërkon ti ta bëj bisedën, domethënë jashtë tyre dyjave, nëse do ta bëj jashtë tyre dyjave. Se kjo tregon dhe njëherë, pse s'tregon, te tregon. Edhe unë kam mendimin tim, nuk më kufizon njeri mu. S'm ka kufizuar ndonjëherë Sali Berisha mu, që mund t'jap mendimin tim, që mund mos i ketë pëlqyer mendimi im. Unë madje edhe e shkruaj mendimin tim, edhe them edhe në studio, sikurse ka dhe tjerë. Po në sinkron të plotë kemi ato ti. Dhe nuk kam marrë ndonjëherë ndokush nuk ka marrë ndonjë vërejtje. Po edhe tjerë që kanë ndryshëm që ti pse e the këtë bëre gabim politik, nuk kemi ndier. Jo, unë kam bërë unë edhe kam shfaqur dhe opinione dhe mendime që nuk janë sinkron me mendimet e drejtuesit partisë. Po, Demokratikë dhe s'ka marrë në i vërejtë, dhe sikurse tjerë s'ka marrë. Askush nuk ka marrë. Pse? Kurse ata morën SMS. Askush mos dali nga rreshti, mos kërkoj votat e veta. Po tani duhet mirë kuptuar dhe ajo SMS. Duhet mirë kuptuar se gjithë ajo fitore shkon akoma. Ka i gjë, kur jemi ke Rama, ne duhet mirë kuptohemi, madje jemi të kujdesshëm. E kisha në mënyrë ironike. Tani, të vim pak tek Spaku, meqense ti je deleguar në Shkodër, po ke informacion dhe për Elbasanin. Spaku ka ndërmarrë një aksion Elbasan, duket se do të prodhohet diçka aty në kuadër të ka lëvizje Spak, BKH, kanë ushtruar disa kontrolle, nuk kanë dalë emra në shtëpinë një biznesmeni, një politikan socialist. Po mira, unë e kam në kuadër të një aksioni post-zgjedhor për të goditur krimet zgjedhore. Jo, unë kam një, më thëmë, për dhënë të përgjigje, unë kam një sjarim të kërkuar. Unë do e kërkoj nga ju. Pse nga ju? Sepse jeni media dhe jeni opinioni mediatik. Që prova e këtyre fakteve, që janë pjesë e aksioneve zbuluese të Spakut. Se nuk ka ende rezultat. Prova, pra këto rezultate kur dalin, këto do ndryshojnë rezultatin zgjedhor? Po, ku e dim? Duhet ta ndryshojnë, nuk e dim. Duhet atëherë dalim këtë duhet. Po pse një aksion do ndryshojë rezultatin zgjedhor? Po tash ai s'do kapi gjithë se i bie që të kapi gjithë deputetët. Një aksion është fakt më. Është e vërteta, e thënë në një shembull. Të ndryshojë gjithë rezultatin zgjedhor, janë kazuset e rasteve kur thotë që po është vjedhur vota dhe kur është bërë aty dhe është bërë me komandë politike dhe me mbështetje politike, si mos rrezohen zgjedhjet. Shikon sa bukur domethënë ju mani qendrim krejtësisht edhe nga ju kanë goditur edhe subjektiv në nivel lokal në kuadër të krimeve zgjedhore. Po mirë bravo. Dosje 184-339, po më thua. Ajo është e vjetër. Vjetër iku ajo, domethënë mori lumja te çpunë, kemi këto trejat. Këto trejat kur dalin si fakte, a do i rrezojnë, duhet me i rrezu kaq është pyetja ime, bashkëpunuese me ju. Logjikën tuaj mediatike, politike. Dhe të realiteti që ekziston. Po atëherë çfarë roli, pse më pyet për rolin e Spakut? Atëherë kur ju mendoni që këto do kenë asnjë rezultati, s'do kenë asnjë rezultati. Po pse paragjykon ti? Po jo, paragjykove ti. Unë s'paragjykova, jo. Po ti je shumë pesimist. Jo, unë s'jam pesimist. Unë nisa nga opinioni juaj, thash duhet, sepse ju jeni ata që formoni opinionin. Nëse ju thoni që s'duhet rrezohen zgjedhjet, po ç'opinion formojmë në si mo dali Spaku, si e mendon ti? Dali Spaku dhe gjej fakte që vjedhjet janë bler.
dhe janë vjedhur edhe zgjedhjet vazhdojnë të sankcionohen dhe certifikohen, si mendon ti? Kështu duhet jetë? Po para s'kemi rezultat, si do flasim para rezultat? Po mirë, domethënë unë po them që po të kemi rezultat dhe pyetja ime ishte shumë sfiduese. Po të kemi zgjedhjet, ti personalisht do i njohësh? Po unë si jam mirë dur për të folur për këtë. Personalisht. Po jo është kot. Personalisht unë jam qytetar. Është kot kjo. Atëherë Ngjo Luciano, jam qytetar. Kemi opinion edhe pa aksion fare, kjo është kot. Po kostumin politik dhe profesorit. Dhe nëse unë dëgjoj në media që një deputet i Partisë Socialiste në Elbasan është ndihmuar në marrjen e mandatit nga blerja e votës, kështu kanë bërë gjithë deputetët. S'ka nevojë fare, kjo është logjika më e thjeshtë, më e pranueshme. Se ka bërë njërin, do të thotë që kanë bërë gjithë. Atëherë ai deputet duhet të jetë deputet? Jo, duhet të jetë deputet? Duhet të jetë deputet. Rëzohen s'ka rëndësi 10 deputet, nuk ka edhe një. Po jo të gjithë. Jo, tek këtu as ka ditë gjë Rama, fal. Rama nuk di gjë. Edhe për këtë deputetin. Jo, Rama nuk di gjë. Jo, Rama nuk di gjë. Drejtësia është shkencë eksakte. Shiko sa e bukur. Drejtësia është eksakte. Fakte. Jo, po fakte. Individ fakte dhe pasoj. Fakte dhe pasoj. Fakte dhe pasoj. Po sepse interpretimi post është personal dhe kjo është qasje, jo s'është qasje politike, kjo është qasje sociale me pasoj. Po se do dënohet të hiqet mandati aty që vërtetohet. Sociale. Pse Rama? Jo ky të bëhet sebeb që të hiqet të tërë. Rama nuk di gjë, edhe për këtë rast, për ministrat jo, për partinë, se kjo është e partisë, edhe për partinë, kush ja drejton partinë? Vetë drejton apo e drejtojnë këta të tjerët? Pra mos thoni thagma të tilla, domethënë sepse nuk shkon. Po përgjegjësia penale është individuale pra. Nëse se domethënë ne duam. Ajo që thua ti është përgjegjësi politike. Nëse ke prova të iniciuara të faktosh penale, të dalin dhe nuk janë përgjegjësi personale. Këtu jemi në aktivitet politik, partish politike në situatë zgjedhore. Unë nuk jam Luciano, unë përfaqësoj PD-n. Nëse unë bëj krim zgjedhor, ka bërë Partia Demokratike krim zgjedhor. Është shumë e qartë dhe shumë e saktë. Dhe nëse po më provat, unë po them, jo paraqes unë, po them, nëse del konkluzioni që ka implikim, ka vjedhje votash dhe faktet ne i kemi nxjerrë me ato drejt fletë votimit, domethënë se janë reale dhe konkrete. Atëherë pse duhet qëndrojë në këmbë certifikimi i zgjedhjeve, kur zgjedhjet që kanë konkluduar në këtë lloj forme aligjore, antiligjore, kriminale, pse duhet qëndrojë në këmbë? Është pyetja ime. Ku kalojnë pasaj, ky e ka personale. Jo, si po thua ti? Dhe unë po them shumë thjesht. Po e them shumë thjesht. Gjatë fushatës elektorale u kap një nga ju më duket për shitblerje. Mos më thuaj thjeshtësinë e votës. I bie që të gjithë ju e blet votën? Jo, më nuk u provua fare shitblerje vote. Ju kapi kartë, u bua ajo zhurma. Ku? Po dakord pra. Nuk u provua fare. Po ilustroj, po ndjek logjikën tënde. Po nuk u provuam, po them nëse provosh, nëse do provosh do marrësh përgjegjësi. Po, sigurisht do marrësh përgjegjësi. Nuk thamë është individuale. Në këtë rast, ishte skenar apo si ishte skenar, do u zbulu vetë nga SPAK-u. Presim rezultatet e SPAK-ut. Po presim rezultatin se ju gjetën ca lek në xhep atit edhe i kartë, vetëm kaq. Jo, e kisha për përdorim logjike, jo. Në rastin konkret, nëse të gjitha aprovohen nga e majta që sot është sankcionuar sipas certifikimit famshëm të smundjes butë KQZ-s. Ky rezultat. Po tani kërcet pak puna këtu se ju këtej i thoni që SPAK-u është i kapur nga Rama? Ja, tash. Këtej thoni që do faktoj këtë rastin. Jo, nuk thash fare, nuk thash, nëse thash. Unë thash nëse, solla dhe 184 dhe 339, të futa dhe skepticizmin brenda, ti futa të gjitha elementet. Unë jam korrekt në atë. S'ke besim fare te SPAK-u? Besim ke SPAK-u? Po nëse unë i referohem. E ke zero? Nëse të lexoj ty, nuk kam besim, sepse ti thua prit kur ta faktoj SPAK-u. Domethënë, unë të nisem edhe se unë nisem nga shumë faktor për të gjykuar një besim, se unë vetë personalisht nuk kam njohje personale që të di dhe të gjykoj, se s'kam as të drejtën të gjykoj karakteret apo figurat caktuara. Dhe në rastin konkret, domethënë çështja e mungesës besimit ndaj një institucioni është tek mënyra si veproj realisht gjatë fushatës zgjedhore. Një task force, në konceptin e një task force që ngrihet është parandaluese në radh parë. Parandaloj krimin zgjedhor. Duhet marrë gjitha masat, duhet marrë të gjitha informacionet që sot i din gjithë shqiptarët, sepse e di si është puna e jona. Ne e dim shumë mirë që vota blihet. Dim dhe çmimin. Dhe kur vjen puna ne themi dienin ton, që është dieni e pakushzuar, që është dieni e provuar, e përjetuar, ne duhet themi që ta gjej SPAK-u, po e tha ai, është e vërtetë. Unë e di të vërtetën dhe edhe ti e di të vërtetën dhe gjithë tjerët e dinë të vërtetën dhe ne duhet patjetër ta thot SPAK-u. Dhe këtu kjo varësi e së vërtetës, domethënë më bën skeptik, sepse kam rastet e
thash dosjeve 184 dhe 339, kam dhe rastet e parandalimit krimit zgjedhor. Sepse këto, si kofini pas dvjelit, më thënë, nëse nuk ndikojnë rezultat, për çfarë? Se nëse nuk thotë që këto zgjedhje nuk duhen të realizohen. Tani ju edhe aksionin me palën italiane. Nëse ka një krim politik këtu. Nëse ka një krim politik, krimi politik kë sulmua. Operacioni që u bë i fundit ura. Mos e thuaj Diona se është turp. A ishin mandatet. A ishin ata. A ishin 30 prill. A ishin mandatet 30 prill. A doli me faktin nga media. Po drejtësia ka arsyet e veta për të rrethanore për të mos vepruar. A kishte task force? A i vëzhgonte këto persona se mund bëshin krim mbi krim ato. Ato ishin skeduar si kriminal, mund bëshin dhe vrasje. Po si mund t'i leshti ato 30 ditë domethënë, lëri se domethënë po e përdor disa herë. Lëri ato të lirë, bëjnë çfarë duan. Nuk ka rëndësi të kaloj situata zgjedhore, ata në kratë kandidatëve, ata kishin Alfred Ballën, atë mos gabojnë emër, Ballën, kishin dikë tjetër, e stimuluan, u lanë të lirë, si që e ka kjo, edhe ne s'duhet ta themi këtë, po pse ne nxorrëm faktin që flet arrestit ishin prej 30 prill dhe u veprua pas zgjedhjeve, pse nuk u parandalua nga task force? Këta njerëz janë me precedent dhe s'duhet angażohen në fushat elektorale, se kanë tendencë që paratë fituara nga trafiku të investojnë, të legalizojnë nëpërmjet ndarjes aksioneve në një pushtet politik. Se pastrohen paratë me pushtet politik. Hidhen të këtilla, pastrohen sepse marrin aksione në një pushtet politik nesër. Siç është marrë dhe siç është interpretuar pushteti politik në këto vite në bashkëpunim me ato, është kapur për gjatë këtyre viteve në 1 gram kokainë portin e Durrësit, ke dëgjuar gjë? Ke në lajm të këtill? Absolutisht zero. Sa tonelata janë transportuar sa duash nga gjithë pikat e daljes kufitare përfshirë dhe portin e Durrësit. Edhe çfarë? Edhe ju doni që Partia Demokratike mos e thot vërtetën, ketë komplekse, jo nuk kemi komplekse, a kemi shpresa, a duam, çfarë dua unë, se dëshira ime është, dua shpres, a dua unë që spaku, më thënë të veproj, sigurisht që dua. Dua që patjetër se në momentet caktuara ne kur ndeshemi me të vërtetën bëhemi pesimist, skeptik. Është drejta jonë bëhemi sepse rendisin fakte, ne s'po flasim kot, në hava, ne po flasim me fakt.